Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. E thonë edhe mjekët, këto probleme mund t'i kuroni vetëm me trëndafil të egër. Shega dhe trëndafili egër parandalojnë dhe trajtojnë në mënyrë natyrale çdo problematik. Çaji me kokrat e shegës dhe trëndafilit të egër përshkruen si nga çajrat më të shëndetshëm të gjitha kohërave. Ky çaj ka qenë subjekt i studimeve prej shumë kohësh, për faktin se kombinimi i vlerave të dyjave mendohet të jetë shumë i fuqishëm në pastrimin e organizmit. Shega dhe trëndafili i egër parandalojnë dhe trajtojnë në mënyrë natyrale çdo gjë, duke nisur nga inflamacioni, kolesteroli, tensioni i gjakut dhe hiperglicemia. Antioksidantët që luftojnë radikalet e lira dyfishohen dhe janë efikase kundër inflamacionit, duke i dhënë këtij çaji një reputacion të merituar. Ai përmban antioksidant dhe vitaminën C. Kokrat e shegës marrin ngjyrën e kuqe nga polifenolet. Të njëjta substanca i gjejmë edhe te kokrat e trëndafilit të egër. Polifenolet janë antioksidant të fuqishëm. Çaji me këto kokra përmban shumë antioksidant, madje më shumë se çdo çaj tjetër në bazë të frutave. Çaji në fjalë përmban 3 herë më shumë antioksidant se vera e kuqe ose çaji i jeshil. Antioksidantët largojnë radikalet e lira, mbrojnë qelizat dhe luftojnë inflamacionin. Gjithashtu, mund të përdoret kundër inflamacionit dhe problemeve në zemër. Çaji në fjalë është i fuqishëm kundër inflamacionit falë përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Ai mund të parandalojë dëmet oksiduese në organizëm dhe inflamacionin. Flavonolet të këto fruta bllokojnë inflamacionin që kontribuon në shfaqjen e osteoartritit dhe dëmeve të kapilarëve të gjakut. Ekspertët pohojnë se çaji i kokrave të trëndafilit të egër mund të ofrojë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Trëndafili i egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e tij në kurimin dhe problemet të ndryshme janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesa që ndihmon në lehtësimin e problemeve janë frutat, që preferohen pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft në lehtësimin e disa problemeve mjaft të përhapura. Një ndihmë të madhe u ka dhënë edhe të sëmurëve me anemi. Për rritjen e numrit të ruazave të kuqe të gjakut dhe hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të sëmurët të pinë 2 herë në ditë nga një gotë me çaj në përfituar nga frutat e coptëzuara të bimës. Për përgatitjen e çajit nevojiten 7 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultate të mira kjo bimë jep edhe në parandalimin e sëmundjeve të mushkërive të shkaktuar nga ftohja dhe pirja e tepërt e cigares. Shpesh dëmtimet në mushkëri shoqërohen edhe me shfaqje të kollës. Mënyra më e mirë në largimin e saj është çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë deri në shërim të plotë, kur kollohet edhe duke ofruar shumë përfitime. Ashtu si shumë bimët të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i dhimbjeve të stomakut dhe fryrjeve të barkut gjatë ftohjes. Mjekët popullor këshillojnë gjithashtu edhe 2 gota çaji në ditë para buke, në mënyrë që të shpëtoni edhe në mënyrë natyrale nga këto shqetësime. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj do t'jap efekte të menjëhershme. Te njerëzit që vuajnë nga depresioni këshillohet të pihet çaj i përfituar nga trëndafili i egër, citon dhe El Said. Pirja e çajit çdo ditë ndihmon në lehtësimin e situatës, jo vetëm në frutat e bimës, por edhe në vajin që nxirret nga gjethet e saj, që ndihmon në lehtësimin e problemeve. Rezultatet e shkëlqyera jep edhe në shqetësimin e tëmthit dhe rrit sasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen çdo mëngjes. Vaji këshillohet të përdoret edhe në qetësimin e dhimbjeve të femrat. Shumë i rëndësishëm është vaji i bimës në shërimin e plagëve që shoqërohet edhe me probleme. Një përbërje e vajit mund të përmbajë substanca që mundësojnë nënpiksjen e gjakut dhe ndalojnë hemorragjin. Në këtë rast, lyerja 3 herë në ditë është shumë e rëndësishme. Duke u nisur nga pesha, trëndafili i egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli. Përgatitja e një doze lëngu përdoret edhe si një tonik. Në saj të përbërësve antiinflamator, kjo bimë e çmuar ndihmon në parandalimin e rrullave dhe plakjes së parakoshme. Lyeni me pak pambuk lëngun magjik dhe më pas e aplikoni në fytyrë. Impakti është një ndjenjë e këndshme dhe freskuese.
Kjo bimë mund të lulëzojë vetëm një herë në vit në muajin qershor. Frutat e saj mund të ofrojnë gjithashtu shumë përfitime të gjithanshme për organizmin tuaj. Trëndafili egër ose roza canina është ndër bimët medicinale më të çmuara për nga vlerat e saj shëndetësore. Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë super bimë. Në këtë video do ju sillim një recetë të vjetër popullore me përbërës trëndafilin e egër. Kjo recetë trajton shumë probleme, në veçanti si reumatizmën, diabetin, probleme me zemrën, por mund të përdoret edhe për të gjithë pasi është krejtësisht e shëndetshme dhe pa efekte anësore. Rekomandohet që kjo recetë të përdoret për 30 ditë me radhë, të ndalet për 2 javë dhe më pas të rifillohet prapë për 30 ditë të tjera, citon Bright Side. Për përgatitjen e kësaj recete, duhet të shtypni 8 kokra trëndafil të egër të freskët ose të thatë dhe t'i zjeni ato në një filxhan çaji ujë. Masën e zjeni për 15 minuta, më pas e lini të ftohet, nëse preferohet, mund ta ambëlsoni me pak mjaltë. Këtë recetë mund ta përsërisni dhe ta pini 2 ose 3 herë gjatë ditës. Ajo parandalon gjithashtu edhe diabetin. Ekspertët e bimëve mjekësore kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar problemet të diabetit. Sipas studimeve të cilave u referohemi, etanoli të trëndafili egër shërben si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist për përbërësit e trëndafilit të egër dhe vlerave të tyre kundër diabetit. Gjithashtu trëndafili i egër mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të punës së zemrës. Duke u sjellë lehtësimet e duhura në këtë aspekt, ai mund të cilësohet një ndihmës shumë i mirë. Trëndafili i egër, fal elementeve ushqyes që ai përmban, mund të cilësohet si një nga produktet më të mira ushqyese për dietën tuaj. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës te personat obez. Sipas të dhënave të Bright Side, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit dhe kolesterolit të keq. Si rrjedhoi, trëndafili i egër ul shanset e problemeve vaskulare dhe humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Shumë studime janë bërë te njerëzit mbi peshë dhe kishin nivele të larta kolesterolit dhe tensionit, duke zbuluar rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër krahasuar me ilaçet farmaceutike të këto dy simptomave. Lufton të ftohtin. Trëndafili i egër ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C, si rrjedhoi mund të përdoret në receta kundër të ftohtit. Për më tepër, trëndafili i egër u vjen në ndihmë gjakut dhe kockave. Ai trajton problemet e lëkurës. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë terapeutik. Shuajnjollat e lëkurës hidratojnë dhe zbosin shenja në lëkurë. Ai trajton çrregullimet në stomak. Trëndafili i egër mund të përdoret për të trajtuar sëmundjet e stomakut, spazmën, irritimin dhe ulçrën. Kryesisht është përdorur si një tonik për stomakun edhe për tretje, si dhe ka qetësuar dhe trajtuar problemet dhe simptomat si diarrea, zorrët, fshikëza e urinës dhe infeksionet të traktit urinar. Ai forcon edhe sistemin imunitar. Trëndafili i egër është një nga elementët që duhet të përdoren në mekanizma mbrojtës të trupit. Ai parandalon infeksionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon funksionin imunitar, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyr, rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe shuan etjen, dhe mund të përdoret gjithashtu si një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Trëndafili i egër mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër spazmave të stomakut dhe irritimeve të saj, dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Në përgjithësi, studimet sugjerojnë se trëndafili i egër është i mirë për njerëzit që vuajnë nga osteoartriti. Shumë studime kanë treguar se përdorimi i këtij produkti mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e dhimbjeve të nyjeve të njerëzit që vuajnë nga këto shqetësime. Gjithashtu ai është i mirë edhe gjatë ciklit menstrual, ku mund të sjellë lehtësime tek femrat që përdorin çajin e tij, por gjithmonë para përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.